Gjendemi pranë deponisë së mbeturinave në qytetin e Zubipotokut në veri të Kosovës. Kjo deponi e mbeturinave është duke vdekur për rreth 10 ditësh dhe askush nuk po vjen të intervenoj. Qytetarët e kësaj javë kanë raportuar rastin veriu duke treguar se lumi Iber po ndotet nga mbetje toksike tyne gazrave për shkak të djegjes së kësaj deponie, ujit i cili derdhet në lisenin e Ojmanit. Pra, për rreth 10 ditë askush nuk ka intervenu në këtë vend. Siç po shihni, e gjithë kodra është mbuluar në typ edhe në flokë, edhe për shkak të ndotje shumë të madhe për shkak se as mbeturinat nuk trajtohen në këtë vend. Siç po shihni, zjarri ka filluar të kapet kodrës tutje dhe të kaloj edhe në malet për rreth ku rrezikon gjitha bjeshtë për rreth përfshihen nga zjarri. Siç e potencuam edhe në fillim, prej 10 ditësh askush nga shteti nuk po intervenon në këtë pjesë veriore të Kosovës. Siç e tham edhe më parë, mbetjet toksike nga djegja e deponisë përfundoi në lumin që ishte poshtë deponisë, lum i cili u kalon edhe që përfundon në lisenin e Ojmanit. Pra përveç ndotjes së ujit për këtij lumi të vogël këtu, ndotet edhe uji i lisenit të Ojmanit nga djegja e kësaj deponie të mbeturinave, në të cilën shteti nuk po intervenon tash edhe.